Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët te kuzhina e Rahimes. Në këtë video recetë do t'ua shpjegoj se si të përgatitni këto kifle fantastike, të cilat përgatiten shumë shpejt dhe kanë pak përbërës, por më kryesorja dalin tepër të shijshme, të buta dhe nuk dështon asnjëherë kjo recetë. Recetën e plot ndiqni në vazhdim dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe. Për recetën fillimisht na nevojiten 200 ml me ujë. Pastaj këtu tek uji do të shtojmë edhe 600 ml me qumësh, të cilat do t'i ngrohim pak. Pasi këto të dyja të jenë ngrohur pak, jo shumë të nxehta, do t'i shtojmë në masën ku do të bëjmë brumin. Dhe tani shtojmë qumshtin, shtojmë 20 gram maja buke të thatë, do të shtojmë 1 lugë e gjys të diellës me sheqer. Pastaj këto përbërësit do t'i përziejmë të gjithë bashkë dhe do t'i lëmë të pushojmë për 5 minuta. Pas 5 minutave do të shtojmë 1 vezë të plot dhe gjys lugë të bukës me krip. Dhe këto dy përbërës do t'i përziejmë mirë. Dhe tani do ta shtojmë miellin. Fillimisht do t'i shtojmë 1 kg me miell dhe pastaj tjetrën do t'ja shtojmë nga pak. Pra gjithsej mua më janë nevojitur 1 kg e gjysëm me miell, por fillimisht siç thash do të shtoni 1 kg dhe pjesën tjetër do ta shtoni nga pak, pasi masën e saktë nuk mund t'ua them, sepse kjo gjithmonë varet nga marka e miellit të cilën jeni duke e përdorur. Brumi duhet që të dalë i butë, nuk duhet që të jetë shumë i fortë. Pra, brumi i butë në këtë formë pushon për 1 orë. Pas 1 ore, brumin e kemi gati dhe tani direkt do ta punojmë. Nuk do ta formojmë siç formohen kiflet tjera nëpër toptha, por direkt nga masa të cilën brumi ka pushuar, do t'i liejmë duart pak me vaj dhe do t'i hapim në këtë formë. Pra, do të merrni nga një topth dhe direkt do ta hapni në këtë formë, siç ua kam treguar në video. Dhe pastaj, pasi që e keni hapur mjaftueshëm, do ta përgjysmoni në këtë formë dhe do ta rrotulloni kështu. Do të mundoheni që t'ja jepni një formë më të bukur dhe pjesën e fundit do ta vendosim për poshtë, që gjatë pjekjes të mos na hapet. Pra, gjithmonë do të keni kujdes me pjesën e fundit. Siç ju thash, do të marrim nga një topth dhe do ta hapni. Dhe pasi që e kemi hapur mjaftueshëm, do ta kthejmë në 2 pjesë të barabarta. Në këtë formë, pra njëjtë siç ua kam demonstruar në video. Dhe pjesën e fundit do ta vendosni në këtë formë, që të mos ju hapet gjatë pjekjes. Tani na kanë dalë 2 tepsia, do t'i lëmë që të pushojmë për 10 minuta dhe pas 10 minutave brumi ka ardhur mjaftueshëm, do t'ju lyejmë me të kuqen e vezës dhe do t'ju hedhim fara susami. Furrën duhet që ta nxehim paraprakisht dhe do t'i vendosim në furrë të nxehtë në 220 gradë për 15 deri në 20 minuta, gjithmonë duke i kontrolluar. Dhe miqtë e mi, siç ju thash, kiflet kanë dalë perfekte, të buta dhe shumë të shijshme. Në qoftë se juve ju ka pëlqyer kjo recetë dhe dëshironi që t'i ndiqni recetat e radhës, atëherë shtypeni butonin subscribe. Faleminderit që na ndiqni. Mirëmbëçi deri në video recetën e radhës.